e jeni të kthehemi dikun tjetër. Sot, pa tjetër që duhet të përshëndes me zemër të madhe, e të thyer, e me shumë dëmshuri, sa prej vëllezërve dhe motrave tanë që nuk ndodhen në këtë vend, e ndoshta në këto momente na ndjekin nëpërmjet kamerave të televizioneve që filmojnë, e të rrjeteve sociale, janë anë mban botës, përse vallë. Ky vend që Zoti i Gjithësisë e ka bekuar me mirësitë e tij të panumërta, këtë vend që e ka zili kushdo në faqen e dheut, pse do largohen njerëzit nga kjo tokë e bekuar e Zotit? Çfarë ka ndodhur me këtë shoqëni dhe çfarë politika është të gabuara? Po praktikohen mbi këtë vend si të ishin agjenda të djallëzuara për ta boshatisur këtë vend. Për kë gjanëm? Pse shqiptarët të shkojnë anë man botës? Na thoshte hoxha e jon i madh, drita e syve të mi, Sheh Bebi Suliman Gavoqi rahmet past, shqiptarët e kanë ndërtuar botën mordjem, por tash është koha që shqiptarët me u kthy dhe me ndërtu vendin e tyne. Kjo është thirrje për ata të cilët kanë dert për vendlindjen dhe për ateun. Kjo është thirrje për ata që kanë dert për të sotmen dhe të ardhmen e fëmijëve të tyne.